Cila është historia e panairit online, nga një ide e vogël tek një platformë globale për bizneset? Gjithçka nisi nga një ide e vogël për t'u vetëpunësuar, ndërsa sot është kthyer në një mundësi të madhe fitimprurëse, jo vetëm për bizneset, por edhe për personat që po vetëpunësohen çdo ditë nëpërmjet platformës. Kështu lindi panairi online, por me kalimin e kohës u kuptua një e vërtet e madhe. Ekzistojnë plot variante të rrjeteve sociale, por asnjëri prej tyre nuk shërben vetëm për bizneset. Kështu u riformulua edhe një herë ideja. Sot panairi online nuk është më vetëm një ide, por një rrjet social për bizneset e vogla dhe të mesme në të gjithë botën. Përveç platformës është krijuar edhe një rrjet ku janë bashkuar agjenci marketingu, menaxher të rrjeteve sociale dhe influencera nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia dhe Kroacia. Tani është mundësia juaj që të bëheni pjesë e këtij rrjeti që po sjell ndryshim, pasi është vetëm çështje e kohe përpara se platforma panairi online të bëhet e njohur në të gjithë globin. Mos prisni më tej, pasi mundësia është tani. Regjistro biznesin tënd 100% falas. Komento dua dhe ne do ju kontaktojmë në inbox ose aplikoni te linku poshtë videos.